Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të zgjaste për një kohë të pacaktuar armëpushimin me Iranin për të lejuar bisedime të mëtejshme për paqe, por mbetet e paqartë nëse Irani apo Izraeli, aleati i SBA-s në luftën 2 mujore, do të bien dakord. Trump tha në një deklaratë në mediat sociale se SBA-t kishin rënë dakord në një kërkesë të ndërmjetësve pakistanez për të pezulluar sulmin ton ndaj vendit të Iranit. Por edhe pse njoftoi ato që duhej të ishte një zgjatje e njëanshme e armëpushimit, Trump tha gjithashtu se do të vazhdonte bllokadën e marinës amerikane ndaj tregtisë së Iranit në det, e cila konsiderohet një akt lufte nga Irani. Nuk pati asnjë përgjigje ndaj njoftimit të Trump herët të mërkurën nga zyrtarë të lartë iranian. Agjencia e lajmeve Tasnim, e lidhur me trupat e Gardës Revolucionare Islamike, tha se Irani nuk kishte kërkuar zgjatje të armëpushimit dhe kishte përsëritur kërcënime për të kthyer bllokadën amerikane me forcë. Me njoftimin e tij, Trump u tërhoq përsëri në momentin e fundit nga kërcënimet e tij për të bombarduar termocentrale dhe urat e Iranit. Disa orë para njoftimit të tij, Trump i kishte thënë kanalit të lajmeve CNBC se nuk ishte pritur të vazhdojë armëpushimin e përkohshëm dhe se ushtria amerikane ishte e gatshme të vepronte. Përpara njoftimit të fundit të Trump, një zyrtar i lartë iranian i tha Reuters se negociatorët e Iranit kishin qenë të gatshëm të merrnin pjesë në një raund tjetër bisedimesh nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës braknisnin politikën e presionit dhe kërcënimeve dhe refuzonin negociatat që synonin dorëzimin. Irani ka dënuar ndërhyrjen e marinës amerikane në kapjen dhe sekuestrimin e 2 anijeve tregtare iraniane në det si pjesë e bllokadës së saj. E dyta më herët të martën me ministrinë e jashtme që akuzon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pirateri në det dhe terrorizëm shtetëror. SBA-t së bashku me shumë vende të tjera kanë dënuar Iranin për pengimin e lirisë së lundrimit në ngushticën e Hormuzit.